Zbulohet bima që forcon kujtesën dhe trurin, ja si ta përdorni. Antioksidantët e acidit të rozmarinës në masë të madhe mund të parandalojnë ose ngadalësojnë shfaqjen e sëmundjes së Alzheimerit, dhe sipas ekspertëve italianë edhe mund ta trajtojnë atë. Rozmarina është e përdorur që në kohët e lashta në kuzhinë. Me kalimin e viteve është vërtetuar se rozmarina mund të përdoret si një ilaç shtëpiak për shumë probleme shëndetësore. Një nga vetitë unike shëruese të saj është mbrojtja nga ankthi. Kjo është një arsye pse gjatë kohëve të lashta është vendosur në një jastëk. Studimet kanë treguar se ajo është mjaft e mirë edhe për shëndetin e kujtesës. Sipas Dr. Mark Moss, i cili ka prezantuar gjetje në konferencën British Psychology Society, rozmarina ka ndikime të saj te kujtesa dhe kjo është reale. Kjo jep mundësi që njerëzit të funksionojnë më mirë çdo ditë, e kur është fjala gjithashtu edhe për të përshëndetur dikë për ditëlindje ose për ngjarje të veçanta.